Sa është çmimi i haxhit për këtë vit? Për këtë vit çmimi është 6.550 euro është aranzhmani, ku përfshihen të gjitha një aranzhman i kompletuar, duke nisur domethënë nga viza, sigurimi shëndetësor, nga udhëtimet me aeroplan, bilet si vjet sa përrisi. Po mendojmë dhe që fluterimet i bëjmë me kompaninë prestigjioze, me Turkish Airlines, domethënë do të jenë fluterimet inshallah prej Prishtinë për në Xhet dhe pastaj kthimi në Medinë Prishtinë. I përfshin hotellat në Mekën e Medinë, pra me ushqimet që thamë cilësore, edhe me mundësi zgjedhje sepse janë me bufete hapura edhe në Mekë dhe në Medinë. Po ashtu edhe lëvizjet, do të thotë që bën brenda Arabisë Saudite, ritualet që kryhen atje, sigurisht është dalja në Arafat, në Muzdalife, do të thonë të gjitha këto përfshihen pra në këtë aranzhman, sepse për çdo lëvizje që bëhet atje normalisht që ne jemi të detyruar, do të thotë që të bëjmë edhe pagesën sipas përcaktimeve që i kanë bërë autoritetet e Arabisë Saudite. Pra çmimi juaj pak a shumë është i determinuar nga kushtet që i ofron edhe vendi ku do ta vizitoni. Po sigurisht se po ne mundu po thon me shku në minimum, do të thonë në çmim aty ku nuk kem ndoshta hapësirë dhe mundësi shumë të madhe që të lëvizim, edhe jemi deri në atë stad saqë me kohë do të thotë të kapshme, me kohë të krahasueshme, me kohë të përballueshme, edhe çmimi i aranzhmanit, po edhe domosht shërbimet që i morëm atje. Ne është i justifikuar çmimi? Po ne mendojmë se po ne jemi të vetëdijshëm se çmimi ndoshta është çmim të parë, është normalisht ne njohim edhe ekonominë e vendit tonë, edhe mundësitë e xhilerëve tonë, edhe mundësinë domethënë e popullatës së Kosovës, po megjithatë kjo nuk është që varet do të thotë prej neve nëse bën një shqetësim qoftë edhe në vendet e rajonit, bashkitë fetare si motra që i kemi për rajon, po edhe vendet domethënë pak më lart mundi me pa dhe me krahasu do të thotë çmimin e aranzhmanit edhe shërbimet që ofron Bashkia Islame e Kosovës, ne mundi me bëni krahasim dhe aty vrenjë e sheni se Bashkia Islame do të thotë ka dhënë maksimumin e vet dhe u shku do të thonë deri në atë nivel që edhe haxhit me kon të kënaqur se kur ti shohin shërbimet që po ofrohen dhe që po i marrin, atëherë ata bindën se çmimi i aranzhmanit nuk është diçka që varet prej ne, po është i detyrueshëm, po është edhe i përballueshëm unë krahasim me shërbimet thash që i marrim atje në kuadër të aranzhmanit në përgjithësi.